A keni menduar ndonjëherë se kush janë krijesat më të mira dhe kush janë krijesat më të këqija në anën tjetër? Normalisht kjo është çështje shumë dimensionale, mirë po mundesh mi dallu përmes një thënie profetike, përmes thënies së krijesës më të mirë, Zotërisë bëjve tani. Çfarë thot profeti alayhis salam? Thot Rabbit më të mirë të Allahut janë ata të cilët kur dikush i sheh e përmend Allah. Këta janë pra njerëzit më të mirë, njerëzit të cilët vetëm në moment që i shikon, moment që i sheh, të kujtohet Allah. Dhe me do vërtet kemi rastis me pak se njerëz të cilët vetëm pse e sheh, dikush thot subhanallah, tjetër thot la ilaha illallah, tjetër e përmend Allahun në një formë ndryshme, pra ja u kujtoj njerëzve Allah. Dhe kjo është, me të vërtetë kur ta shikojsh kujtimi i Allahut, është origjina e çdo përmirësimi. Dhe është vepra më madhështore. Nuk ka diçka më të vlefshme se me kujtu Allahun. Prandaj këta njerëz, cilët vetëm pse i sheh kujtohet Allahu, këta janë njerëz që Allah ja ka ndriçuar dhe fytyrën. Për shkak të adhurimit të madh, për shkak se ata e kanë kujtuar Allahun shpesh, pastaj edhe vetë fytyra e tyre është në dritë. Njerëzit kur t'i shohin ata, më veç bëhen përkujtues të Allahut dhe marrin psim prej tyre. Po në anën tjetër, profeti alayhis salam na tregon edhe se kush janë krijesat më të këqija. Thot Rabbit më të këqij të Allahut, vazhdon këtë transmetim. Rabbit më të këqij të Allahut janë ata të cilët i kanë 3 cilësi, ose 3 kategoritë njerëzve, ata janë krijesat më të këqija të Allahut. Të partë janë ata të cilët bartin fjalë. Njerëzit që bartin fjalë janë prej krijesa më të këqija. Janë prej njerëzve që më së shumti bëjnë shkatërrim tokë, bëjnë çrregullime, bëjnë përçarje. Ata janë prej njerëzve më të këqija dhe ata nuk do të futen në xhenet, siç ka thënë profeti alayhis salam, dhe do të dënohen edhe në varrezat e tyre. Pastaj kategoria e dytë e njerëzve, që prej njerëzve më të këqij janë ata të cilët i ndajnë të dashurit. Po dy njerëz janë të dashur, apo janë burrë e gruaja, i ndajnë ata. Bëhen shkaktar që ata të ndahen, ose dy shokë të ngushtë bëhen shkak që të ndahen. Pra, i bëjnë njerëzit të ndahen njëri me tjetrin. Dhe kategoria e tretë e njerëzve më të urryer tek Allahu janë ata të cilët mundohen të pafajshme me u gjetë të meta. Pafajshme mundohen me u ngjit fajin, me u ngjit meta. Edhe këta janë prej njerëzve më të këqij. Shikoni pra, e gjithë çështja kthehet tek pastërtia shpirtërore, tek ana shpirtërore. Njerëzit e parë të cilët i përmendëm ishin njerëzit të cilët kanë qa shpirtat e pastër, sa që reflektohet edhe tek fytyra e dritur dhe tek pamja e tyre, që vetëm me i pa të kujton Allahun. Kurse këta njerëz të tjerë bëhen shumë shpirtlig, o bojnë fjalë, ai i cili bën fjalë, ai shumë shpirtlig, ai shumë është i poshtër. Ashtu edhe ata cilët i ndajnë dashurit, ashtu edhe ata cilët mundohen me u gjetë të meta tjera. Andaj të mundohemi të jemi prej njerëzve të mirë, prej njerëzve shpirt mirë dhe mos të jemi kurse prej atyre shpirtligëve, se fundi fundit dënimi i Allahut është i përgatitur për njerëzit që janë shpirtligë.